Të nderuar miq, mirë se vini në podcastin e radhës Mosesht, hapësirën e fjalës, hapësirën e fjalës së lirë për qytetarët të cilët zgjedhin të Moseshtin në qytetin e Progredesit. Në fakt unë sot kam një kënaqësi të veçantë, kem një mik shumë të veçantë, një nga profesorët e mi e them shumë shpesh këtë arsye, sepse ndodh që ndonjëherë ti marrim si shembull profesorët, të duam që t'i arrim, nuk i arrim dot në nivelin që janë, por mundohemi që t'i ngjajmë atyre ndonjëherë. Bëhet fjalë për Dorian Legën. Faleminderit që më mosat. Faleminderit për ftesën, është kënaqësi e veçantë. Unë të përgëzoj përzemërsisht për iniciativën, për sipërmarrjen, por edhe për këtë dëshirë tënde që të shprehesh gjithmonë. Edhe me një energji që është e pashoqe edhe me një vërtetësi që buron vetëm nga njerëzit trim. Gazetaria jote investigative ka treguar që jo vetëm je shumë i mirë për të përcjellë zërin e qytetarëve, por edhe për të mbrojtur interesat e tyre. Donjëherë një gazetar i mirë merr mbi supet e tij edhe punën, detyrën funksionale që kanë institucionet në fakt, por ja që është ai personi që i rrjetëzon të gjithë institucionet në dobi të interesit të qytetarëve. Ndërsa për batutën e profesorit edhe të studentit, ne tashmë jemi kolegë dhe është e vërtet, por jo aq sa shpreha nxënësi bëhet më i mirë se mësuesi dhe ky është rasti. Kështu që ti ke shkëlqyer në fushën gazetarisë, politikës, ne bashk na takon drejtësia, juridiku, dhe aty secili kemi orientimet tona, por për mua ka qenë kënaqësi dhe do vazhdoj të jetë kënaqësi bashkëbisedimi ynë si në auditor, jashtë auditorëve dhe pse jo te Mosesht. Sidomos kur vlerësimet e jepen nga një profesor, to janë nëse drejta, unë falenderoj vërtet shumë për gjithë konsideratën, por në fakt unë të thras sot si përfaqësues i më shumë kauzave. Ju sot vini si aktivist në Mosesht, si aktivist në një çështje po aq sensitive, po aq të vështirë sa që janë çështjet me rinin. Vërtet. Dhe Progredeci është një qytet në fakt që e ka aktivizmin e rinis shumë të dëndë në krahasim me qytetet më të mëdha, në proporcion me ta as që diskutohet që shumë më lart. Por kjo nuk kupton kosto shumë të madhe. Për vitesh që u keni themeluar Këshillin Rinor Progredec. E drejtonin dhe sfundmi ai është një organizëm i cili është rikonstituuar për vitin e ardhshëm. Mund ta flisim më tej. Çfarë është Këshilli Rinor? Unë po ju drejt në temë sepse nuk duhet patjetër. Këshilli Rinor është një organizëm rinor i pavarur, një grup informal i themeluar nga një projekt i USAID edhe Bashkisë Progredec me asistencën e Fondacionit Nema Gateway Albania dhe shoqatës Unë Gruaja në gjenezën e tij. Ka qenë një përfaqësi dhe ende është me 5 nxënës të çdo shkolle të rrethit Progredecit, me plot sfida, po ndoshta kemi kohë që të diskutojmë. Dhe këta përfaqësues çdo vit qarkullojnë sepse largohen maturantët edhe rekrutohen apo antarësohen vitparistët. Kështu që prandaj është shumë dinamik si organizëm. Ne kryejmë një numër të konsiderueshëm aktivitetesh në vit, aktivitete që janë disa prej tyre tradit, edhe besoj njihen tashmë nga qyteti se u bën 5-6 vite që zhvillohen. Po për shembull Day and Night Activity, Besniku i Librit, Kino Christmas, pjesëmarrja te Christmas Market që bëjmë me standën ton. Kemi interesi aktivitetesh që të mos ju lodh, mirë po ka aktivitete të tjera që propozohen nga vetë rinjt. Dhe ne kemi mirë pritur edhe pse me sfidat tona për të pranuar idetë nga vetë rinjt për aktivitete që ata kanë dëshirë të zhvillojnë. Dhe çdo vit ka aktivitete risi. Ndërkohë, një ndihmë e madhe në këtë mes, patjetër që janë edhe organizatat, jo vetëm prurse, shoqatat, fondacionet. Vlen të përmendim Fondacionin Nema Gateway që jo vetëm na ka ndihmuar që prej themelimit, sidomos vitet e para kemi patur fond të akorduar që mbuloheshin disa për aktiviteteve tonë, por gjithashtu edhe me ekspert, me trajnime, me aktivitete, kemi marrë pjesë në një konferencë, kemi qenë së bashku, te një konferencë studentore dhe ne kemi patur përfaqësimin tonë aty. Grupimi rinor, Këshilli Rinor Progredec ka edhe një botim të tij, Gazeta Rinore Letër e Hapur, që prej vitit 2020, shkurtit 2020-s.
Fillimisht ne me një mbështetje të një projekti të Lëviz Albania dhe SDC arritëm të botojmë 8 numra gazete. Më pas e kaluam online, po edhe për shkak të fondeve, më shumë për shkak të lehtësisë dhe prakticitetit të shpërndarjes së lajmit. Pra sot portalet e lajmeve janë më të suksesshme se lajmet e botuara print në letër apo jo. Kështu që ajo është një dritare ku të rinjtë mund të shprehen, ne natyrisht jemi shumë të kujdesshëm sepse jemi një organizatë e depolitizuar dhe laike. Pra përpiqemi që të mos mbajmë anësi as në kuptimin politik, po as edhe në kuptimin fetar. A kemi në pjesën tonë përbërëse elementë që janë pjesë e strukturave politike, subjekteve politike, patjetër që kemi patur, por kjo nuk ndikon në organizmin tonë. Jo, është një organizatë që shpeshherë keni zgjedhur të bëni atë që ligjërisht i takon institucioneve të bëjnë, pra aktivizmi rinor. Aktivizmin rinor, keni bërë advokimin, në raste të ndryshme keni bërë dhe pjesën transparencës, atëherë kur qoftë edhe mediat lokale apo rajonale apo kombëtare nuk kanë heshtur, ju keni shkruar nëpërmjet të rinjve. Nëse më lejon ta elaboroj më tej këtë, në fakt nuk ka qenë le të themi krijimi yni apo një projekt i shkruar nga hiçi nga ana jonë. Në 2013-2014 shoqata hungurore ka patur një projekt me small grants të ambasadës amerikane. Dhe ne kemi patur një buletin angazho monitoro vepro. Ne monitoronim mbledhjet e Këshillit Bashkiak dhe në këndvështrimin rinor përcjellnim tematikat siç i mendonin të rinjt, me natyrisht asistencën e personave që i trajnonin të rinjt, me një formular monitorimi, çfarë duhet të kem parasysh dhe të tjera si këto. Dhe sa kohë mbuloi ai projekt kemi patur sukses, mirë po më pas disa vitesh, pra në 2020 ne gjykuam që është mirë të rinjt t'i kthehen vendimarrjes. Ne nuk kemi si le të themi në Maqedoni që ka një ligj të posaçëm për të rinjtë në vendimarrje, nxitjen e trimeve në vendimarrje. Ligji jon këtë e prek përciptazi, po mund ta flasim çast më vonë. Dhe gjykuam që është mirë që të rinjtë jenë pjesë e vendimarrjes. Dhe filluan të bëjmë monitorime te Këshilli Bashkiak, kemi kërkuar trajnime, takime me këshilltar, drejtues institucionesh, të monitoronin çdo mbledhje të Këshillit, sidomos për çështjet që ishin në vokacion rinor, sidomos për çështjet e buxhetit, akordimi i zërit për rinin është i rëndësishëm, apo akordimi i zërave për sektor që lidhen me rinin, për shembull turizmi, kultura, pra drejtime që kanë interese edhe për çështjen rinore. Ishte produktive, është produktive, që do të thotë ne e bëjmë shumë rrallë tashmë, pra fokusi ynë, për shembull në gazetë ne tani kemi filluar, kemi refleksione për ligjin për rinin, për shembull, dhe kemi kaluar në konceptin qendror. Mirë, po nga një takim i fundit që kemi patur me i rikonstituimit që ju përmendët pak më parë, pati një propozim nga vetë kryetari i bashkisë, kryetari i Këshillit Bashkiak, dhe e pranuan të rinjt, mu duk që e pranuan, se duhet bëjmë një takim tjetër për të ndarë detyra dhe për të kuptuar kush do angazhohet, për të na hapur një portë në monitorimin e Këshillit Bashkiak, edhe pse e din institucionet që ne jemi të vërtet në atë që shkruajmë, në atë që bëjmë, e din që të rinjt e thonë siç duan mendimin e tyre, dhe duhet të jenë të përgatitur që të dëgjojnë apo të lexojnë në kolumna sipas këndvështrimit rinor se ç'ndodh në vendimarrjen e Këshillit Bashkiak. Mjafton të kujtoj disa tituj. Artikuj që më përpara kemi bërë, për shembull, kartonat e vendimarrjes në gjysmështisë, titulli thot shumë, të tilla gjëra shkruajnë të rinj dhe janë të guximshëm, më beso. Ose 100% vendimarrje ku është opozita, nepotizmi për transferimin e pushtetit, janë tema që duken të rinj, mendojmë që 15 deri në 18 vjeç është moshë e re, nuk kupton ç'bëhet nga jeta, jo, e kemi gabim. Në fakt faktikisht të rinjt janë ata që nuk kanë barierat e të rriturve. Sakt. Disa mendojnë që nuk mendojnë të rinjt për pasojat, jo, nuk është e vërtet, por të rinjt peshojnë më shumë atë që duan, se sa nga ajo që prodhohet. Kurse me rritjen, ndoshta të tjerët e mendojnë si veten e tyre që peshojnë më shumë atë që prodhohet se sa ajo që duan, dhe kjo pastaj sjell palumturi. Unë këtë nuk e dua për të rinjt, kur them unë, kam fjalën te dy koordinatorët e tjerë të Këshillit Rinor, aktualisht është Irda Manaj dhe Stelina Jaupi, që të tre përpiqemi që të jemi të hapur, të organizohemi me komitetin organizativ, janë 8 të rinj më aktiv të Këshillit Rinor Pogradec, që marrin përsipër angazhimin e aktiviteteve, organizimin e tyre,
raportimin për ecurinë dhe mbarvajtjen dhe konceptimin për aktivitetet e ardhshme. Pra që të gjithë si ekip ne përpiqemi që t'ju lejmë të rinjve të vendosin për veten, të shprehin ashtu si duan ata. Pra ka patur jo pak raste Armand që të rinjt kanë dashur gjëra që unë s'kam qenë dakord, kam bërë aktivitete që kam menduar se mund të organizoheshin më mirë, janë drejtuar audiencës në një formë që unë mendoja se mund të ishte më e rafinuar, por si përfundimi kanë lënë ta bëjnë si të duan, duke qëndruar në, le të themi, kufirin e këshillimit, po kur imponimin. Dhe kështu në këtë lloj forme mendoj që është një formulë suksesi. Nuk do bëni kur një parti politike. Nuk e mendoj. Nuk e aspiroj, nuk e ëndërroj, nuk e këshilloj. Sepse në parti politike nuk ka frymë për punë debati, por diskutohet vetëm një element që ju diskutuat, thotë që propozimet e ardhura nga kryetari i bashkisë në rastin konkret dhe kryetaria e këshillit. Duhet bëj një saktësim pakën për publikun në tepër. Këshilli Rinor po gradet është i ndryshëm nga Këshilli Vendor apo jo? Patjetër. Sepse shpeshherë janë mekanizma që mund të ngatrohen mirë tjetër. Ku është problemi? Dhe fakt në shumë raste mund të jenë në leverdinë e njërit apo tjetrit për të ngatruar. Logjik. Ndoshta. Ju thatë në staqe. Patjetër, të lutem. Shumë e vërtet kjo. Por nuk mendoj që jemi të vetëm ne që bëjmë këtë ngatrim. Ka një pyetësor të zhvilluar nga Qendresa Qytetare mos gaboj para në vitin që po le. Dhe ka disa qytete që e gabojnë në perceptimin e KVR-ve. Mendoj që shumë bashki në Shqipëri, përpos faktit që KVR-t janë pasive, janë fiktive dhe formale, përpos kësaj, që mund të diskutojmë pak më vonë, përpos kësaj mendoj që keq interpretohet ligji. Baza ligjore për ngritjen e këshillave vendore rinor fillon nga 2019 me ligjin për rinin, vazhdon me udhëzuesin për aktivizimin rinor, patjetër që i bashkëlidhet ligjet për veçërisjen lokale, që do të thotë përcaktojnë shumë qartë se si përbëhet, se si ngrihet, se si duhet të organizohet një këshill vendor rinor. I vetmi ngatrim mund të jetë për shkak të emërtesës. Ne kemi qenë të ngritur para se ligji të përcaktonte këshillat vendor rinor, kur ligji kërkonte vetëm këshilla rinor, që të ishin borde rinore këshillimore pranë bashkive Poradec, dhe ka qenë dhe një VKM e kohës. Dhe ne kemi ngritur me sukses, me përfaqësim nga çdo shkollë, dhe ishim dhe jemi një këshill që propozojmë vazhdimisht tematika që na prekin. Keni përfaqësues në Këshillin Vendor? Po kemi. Tani problemi ku është, më fal. Problemi është që Këshilli Vendor Rinor sipas ligjit duhet të ketë 4 deri në 6 anëtar. Kryesohet nga kryetari i bashkisë, që nuk bën sens juridikisht, sepse kjo cënon autonominë e vendimarrjes edhe po jep një natyrë politike, mbi vendos politikat e këshillave politikën e institucionit. Mirë, po çrën si ka, ligji ka përcaktuar të tillë. Nuk e shikojnë kështu bashkit, Armand. Domethënë, ajo që kam vënë re unë, madje ka tentativa të habitshme, për shembull, kërkohet buxhet i posaçëm për Këshillin Vendor Rinor. Pse? Po, këtu është problemi që e keq interpretojnë, po ky është. Këshilli Vendor Rinor nuk është një organizëm rinor, të paktën sipas konceptit ligjor, edhe udhëzimit të udhëzuesit të aktivizimit rinor, nuk janë të rinj për zhvilluar aktivitete, janë të rinj që hartojnë politika, janë të rinj që pas tyre ka grupime rinore të përfaqësuar nëpërmjet tyre në Këshillin Vendor Rinor, që të lobojnë te kryetari i bashkisë, të institucionet vendimarrëse lokale për çështje që i prekin të rinj. Po shumë e thjeshtë, domethënë, është thjesht një organizëm indikator i cili dikton kryetarit të bashkisë se çfarë politika çfarë duhet bëj apo çfarë buxheti duhet nxjerrë. Shumë e thjeshtë. Ja kaq e thjeshtë. Ky është Këshilli Vendor Rinor, që do të thotë, nëse duhet ngrejmë një këshill vendor rinor, siç e kemi ngritur në Pogradic atëherë, në bashkëpunim me drejtorinë e rinisë në po dhe me qendrën rinore, kemi bërë një takim, kemi nxjerr 2 të rinj nga Këshilli Rinor Pogradic që ishin koordinatorë ex officio për shkak të detyrës së futëm dhe në statutin e Këshillit Rinor Pogradic, të drejtën që të jenë në Këshillin Vendor Rinor si përfaqësues për interesat e Këshillit Rinor Pogradic. Një person tjetër që do ishte nga Gazeta Rinore Letra Hapur që përfaqësonte interesat e redaksisë në Këshillin Vendor Rinor.
Kështu që një tjetër do ishte nga qendra rinore, nga të rinjt që ishin të moshë relativisht pak më e vogël, por me një të ri që të mund të përfaqësonte interesat e tyre. Një përfaqësues tjetër mos gaboj për kohën ka qenë para se të bënim akademi rinore, po ka qenë për pjesën e artit, një ka qenë nga administrata, që nuk e di a mundet kjo, është temë që ha diskutim, dhe një tjetër ka qenë nga një subjekt politik që për mua patjetër që qëndron sepse edhe ata nga pas kanë të rinj, apo jo, që duhet ju përfaqësojnë interesat. Kështu e kemi ngritur, kështu kemi bërë takime me ministren e kohës të rinisë, dhe për mendimin tim hapat e parë ishin shumë të mirë, por e rithem të njëjtën, edhe pse ne kemi përfaqësimin ton në Këshillin Vendor Rinor, kemi patur shumë përfaqësues. Tashmë nuk kemi vetëm një, Emanuel Leka, ish koordinatori i Këshillit Rinor Pogradec, që për shkak të angazhimit na u desh që ai të ishte pjesë e KVR-s, po jo të jetë pjesë e koordinimit të Këshillit Rinor Pogradec, që të mos ngarkohej. Pra nuk duam që edhe të rinj duam ta bëjnë me qef angazhimin normal, jo me detyrim, duam ta shijojnë angazhimin në aktivitetet e tyre. Dhe këta përfaqësojnë interesat në Këshillin Vendor Rinor. Ne thamë që kryetarë se Pogradeci është një ndër qytetet që ka jetë aktive. Dhe këto vite, unë flas vetëm për vitet e fundit, edhe kjo i kreditohet si fakt më shumë Këshillit Rinor Pogradec, sepse nuk duhet të ngatroj jetën aktive të partive politike dhe edhe pse kanë ato një të tillë. Para zgjedhjeve po. Gjatë periudhës zgjedhore ti je i bindur që nuk e arrin dot as me fonde, as me burime njerëzore. Po, një këshill që do jepja duke shfrytzuar podcastin tënd, do ishte për gjitha subjektet politike, Armand, duhet të dërgjesohen një ditë, nuk mund të ngrejnë këshilla rinor apo forume rinore, asamble rinore, veri u çfarë emër të duash, nuk mund ta ngrejnë 3 muaj para zgjedhjeve, të bëjnë disa aktivitete nëpër qytet sa për të aktivizuar dhe për të treguar që ne në subjektin ton kemi të rinj, duhet t'i angazhojnë gjatë gjithë vitit. Ne kemi të rinj në Këshillin Rinor Pogradec, që na kërkojnë aktivitete që të angazhohen politikisht, të trajtojnë politika, të lobojnë për to, ne natyrisht ato që nuk cenojnë statutin ton, përpiqemi t'i bëjmë. Për shembull, kemi shfrytzuar hapësirat e këshillimit të karrierës, VIP Token Share, që janë aktivitete të cilat mundet edhe të trajtojmë këtë pjesën politike rinore veçse, por jo atë të partive politike. Dhe kjo tregon për mua që tregu si qartë që këta të rinj kanë mundësi, që do të thotë subjektet politike nuk e ofrojnë një mundësi të tillë. Dhe kjo është shumë e unë do të qëndroja tek kita aktive që nisat që do doja. Jo, pa problem. Për sa i përket Këshillit Rinor Pogradec, në fakt është një organizatë që ditë bëj tashmë, është e konsoliduar, ditë bëjmë edhe nisma, edhe avokacion, edhe nga ana tjetër një kalendar të gjerë aktivitetes që t'je përmende disa prej tyre. Por në fakt realisht janë organizatat rinore, janë ato që kërkojnë edhe më shumë burime financiare. Gjë që ju nuk e keni, ju e vazhdoni në shumicën e rasteve vullnetarisht, edhe pse unë jam në dieni që në buxhetin e bashkisë gjithmonë bëhet një zë i posaçëm që është zëri për çështjet rinore, që në shumicën e rasteve me sa di nuk alokohet si fond, mbetet i ngrirë në të dhe në shumicën e rasteve nuk përdoret, digjet. Sa e vështirë është që të realizosh të gjithë këtë punë kolosale. Unë e di që është aktivizimi jot në fund të ditës që vazhdon të ekziston Këshilli Rinor, se po të ishte për mua. Ja, edhe ti ke dhënë kontributin tënd te Akademia Rinore Pogradec. S'është më pra. Disi, po mirë s'është më, po janë iniciativa që nuk shuhen dot kollaj. Nuk është më, po janë të rinj që kanë marrë pjesë aty dhe tani kanë marrë stafetë për të organizuar gjëra të pavarura dhe e kanë në CV-n e tyre. Pra është një model suksesi. Edhe kjo pjesa e trajnimit, kualifikimit të rinjve për të qenë dikush në jetë. Se ki parasysh që ne bëjmë aktivizimin, por nuk është fokusi ynë trajnimi. E kupton? Pra ne bëjmë informimin, por nuk është fokusi ynë këshillimi. Këto i bën te Akademia Rinore Pogradec. Kështu që ajo duhet të rikthehet patjetër, më shumë se një projekt, duhet të rikthehet si një nevojë domosdoshme. Ka zëra që do për të rinj. Po uroj që zërat janë të vërtetë, sepse tregon konsistencë dhe tregon që ditë lexosh interesat e komunitetit, po të shpresoj ka zëra që do rikthehen. Okej, mirë. Duhet patur kujdes për drejtën e autorsisë dhe pronësinë industriale. I këshilloj të jenë të kujdesshëm.
nëse nuk jeni të njëjtët, janë të tjerë, duhet të jenë të kujdesshëm. Të rikthehem tek çështja që po flisnim për pjesën e fondeve. Po. Ti e di që unë menaxhoj projekte. Pra, një nga punët e mia është drejtues dhe menaxher projektesh, madje aktualisht jam agent komunikimi për AIDA, është një agjenci për investimet në Shqipëri. Dhe tek ne e mia kam zyrën për projekte ndërkombëtare. Për fondacionin EMA e Gateway Albania, menaxhoj projektet me jashtë, por edhe projekte brenda vendit. Tani këtë ekspertizë jam përpjekur ta vend dispozicion të Këshillit Rinor Pogradec. Ne kemi patur mbështetje vazhdimisht. Ne na ka mbështetur KOS in Albania, Lëviz Albania që u përmenda pak më përpara, Qendra Ame. Jo, nuk flas për projekte, sepse ku dua të dal. Projektet janë sekondare. E kuptoj, po ja ku dua të dal. Dua të them këtë. Pas një takimi që kemi patur me kryetarin e Bashkisë Pogradec, na është thënë që do të akordohet një fond për rinim. Vitin e dytë kërkuam transparencë për këtë dhe të specifikohet. Dhe vitin e dytë përcaktohet fondi 5 milion lekë. Të vjetra. 5 milion lekë të vjetra, po ju kërkoj ndjes. 500.000 lekë të rinj. Dhe pasi caktohet, po sa mirë do ishte. Do ishte shumë mirë. Po akordimi do thotë jepen. Dhe akordohen kjo sasi parash. Në të njëjtën kohë ne marrim dy projekte. Të dyja projektet shkuan në vlerën 400.000 lekë të rinj. Dhe nuk e ndjem nevojën për ta kërkuar fondin. Më pas kemi patur një vit që e kemi lobuar, e kemi diskutuar fondin tek drejtoria e rinisë dhe pati ngjecje procedurale, kërkuam sërish takim me kryetarin, identifikuam ku ishin mangësitë dhe jemi dakordsuar që fondin të mund ta trishtim nga Qendra Multifunksionale Pogradec. Jemi kontaktuar nga administratori, nga dy organizata që merren me çështjet rinore për të konkuruar sipas procedurës, se duhet jemi të ndërgjegjshëm që si jemi ne i vetmi organizëm rinor. Ose ka edhe individ të tjerë që janë të talentuar dhe vlen të përfitojnë nga ai fond. Pra ai fond nuk është vetëm për Këshillin Rinor Pogradec, është për të gjithë të rinjtë e qytetit. Dhe këtë vit ndoshta një nga shfaqjet e mbulojmë aty, mirë po nevoja imediate nuk ka qenë e tillë. Pra unë mbuloj personalisht, vullnetarisht, shpenzimet vogla organizative, që do të thotë ku e di unë, pijet e punës, shpërblimi, ham diçka në grup, pim diçka në grup, pasi kemi bërë me sukses një aktivitet, por kur na duhet ndonjë shpenzim për bazë materiale, gjithmonë na janë gjendur. Ne nuk e kemi patur problem nga Neemia për të na dhënë mjete teknike, apo nga bashkia për të na dhënë salla, apo nga ana juaj, për shembull, për të patur një gazetar, për të patur një profesor, për të patur një trajner, as na kanë kërkuar as për pjesë. Baza vullnetare. Kjo është tjetër gjë. Por të ketë një fond të specifikuar për Këshillin Rinor Pogradec, nuk ka. Nuk është kështu. Nëse do jetë një i tillë, unë duhet jem realist, duhet bëhemi gati që të jetë pastaj për disa, jo vetëm për ne. Dhe mendoj që pastaj duhet folur me drejtorinë e rinisë. Unë ju sugjeroj të ftoni drejtorin e rinisë këtu për të bërë një transparencë se ku shkon fondi. Jo thatë për shembull fondi ose ngrin ose nuk përdoret. Unë nuk kam informacion për këtë. Pra, unë nuk e di si është vepruar me fondin për rinin. Ndoshta drejtori duhet bëjë një ditë një raport. Me gjithë respektin që unë mund të kem për individët e caktuar, Bashkia e Pogradecit ka dëshmuar që mund të ketë fond për rinin dhe nuk e përdor. Siç nuk ka as fond për turizmin, si të turistik. Dhe unë dera është e hapur për të folur, po për të folur pa censurë. Nëse njerëzit zgjedhin të flasin me censurë, nuk kanë mirë kritur. Jo, kuptoj. Problemi është bëhen aktivitete vetëse. Pra vazhdojmë bëhen aktivitete për të rinj, vazhdojmë bëhen aktivitete për turizm. Nuk ka lidhje kjo pjesë. Dhe aktivitete për turizmin po i fusin në xhepa buxhetor të ndërmarrjeve të tjera. E kuptoj. Pra përdoren fondet akorduara ndryshe. Me emërtesa të tjera. Po mua më intereson që se unë nuk jam as KLSH-ja, e kupton. Mua më intereson të bëhen aktivitete. Mua më intereson të merremi në konsiderat kur kërkojmë diçka. Ne këta e kemi arritur, Armand. Domethënë e kemi arritur. Kemi patur mundësi që të marrim mbështetjen kur e kemi kërkuar. Por a është në kushte ideale të kemi buxhet të akorduar? Patjetër që është. Do doja shumë të ishte. Ajo që do më dhimbte është nëse vazhdon të keq interpretohet ligji për KVR-n dhe buxheti të triqet nga KVR-ja. Pra nëse një ditë se kanë një tentativë?
E mendoj që po, se shikoj iniciativat e qyteteve të tjera, se i rikthejmë një takimi që është bërë për buxhetim me pjesëmarrje, ku nuk pata mundësi të jemi pranishëm, po ishin 2 koordinatorët e tjerë Këshillit Verior Pogradec, dhe aty ka patur diskutime, për shembull është thënë që duhet caktuar një fond, duhet KVR-ja të zgjerohet me 50 me 60 anëtar, se jo të gjithë janë juristë. Kështu që nuk e presu në kushte ideale, por nëse KVR-ja një ditë do treq fonde për të organizuar aktivitete, kjo do ishte shkelje ligjore, do ishte e padrejtë, nuk mendoj që do ndodh, se ne i njohim dhe anëtarët që janë aty në KVR. Kështu që mendoj që prapë të njëjtat organizma rinor që kemi punuar do vazhdojmë të punojmë, ne do t'i bëjmë aktivitete dhe do marrim mbështetjen që kemi marrë gjithmonë për sa kohë konsiderohet, merret në konsiderat dhe vlerësohet nga institucionet. Unë dua t'jap Cezarit që takon Cezarit, që do thot kryetari ka qenë shumë i hapur, shumë dashamirës, kryetari i Këshillit po ashtu, edhe me drejtorinë e rinisë, pavarësisht se kemi këto le të themi papajtueshmëritë e vogla, sepse për drejtorinë e rinisë ki parasysh që ka një listë aktivitetesh për rinin, dhe një listë aktivitetesh kemi edhe ne për rinin. Buxhet kërkojmë ne për rinin, buxhet kërkojmë dhe ata për rinin, salla kërkojmë ne, salla kërkojnë ata. Dhe është e vështirë të integrosh në një plan aktivitetesh, sepse ata kanë objektiva politik, më kupton? Kanë aktivitetet e tyre tradit, ndërsa ne kemi objektivat tonë social, kemi dhe aktivitetet tona tradit. Kështu që s'mund të bëhet një shkrirje e kësaj, po që le të themi një konkurrencë në dobi të komunitetit, e dobishme është mes dy institucioneve. E kuptoj qartë. Unë doja të ndalesh edhe pak tek problematika, sepse të rinjt në Pogradec nuk mund të themi që janë kaq të parafruar me ata që janë në kryeqytet. Ata kanë më shumë jetë rinore, më shumë ambiente. Çfarë mungon në Pogradec për të rinjt? Çfarë është ajo që në kontakt më të shpesh që ti has, thonë të rinj që shife se ne nuk mund të bëjmë dot këtë gjën, apo për shkak të kësaj gjë ne do kërkojmë të zhvendosemi bashkë me familjet në një vend tjetër më të mirë, siç po ndodh masivisht. Unë dua të jem realist, Armand. Problemet e kësaj natyre që ju përmendët kanë disa faktorë që ndikojnë. Faktori i parë janë të rinjt vetë. Të rinjt kanë një nevojë të madhe për përkatësi. Ajo që identifikoj unë dhe pjesa më e madhe të rinjve është që të rinjt duan t'i takojnë një strukture. Patjetër, duan të jenë dikush, duan të bien në sy, duan të kenë një titull, duan të promovohen. Kur vjen puna për të punuar, shoh vështirësi. Pra, është shumë e vështirë. Ne tek KRP-ja kemi zgjedhur. Kjo që ka si puna e këto pushtetarëve. Ta modelën ndjekin, ndihet ajo. Domethënë, të rinj ndjekin modele të caktuara, fillojnë nga shtëpia e tyre dhe përfundojnë te modelet e influencerëve në internet. Ne kemi zgjidhur tek Këshilli Verior Pogradec. Ne pasi marrim antarësinë, organizojmë aktivitetet e para, ndajmë një listë detyrash, për shembull, u bë rikonstituimi. Aktiviteti i parë ishte Christmas Market Competition. Është një konkurs që zhvilluan këto 2 ditë me disa nga shkollat e qytetit dhe fitoi shkolla Muharremi prapë edhe këtë vit. Ndajmë detyra, secili nga antarët pranon detyrat dhe identifikojmë nga ata që pranuan detyrat kush i bëri me përgjegjësish, kush qëndroi deri në fund, kush i realizoi ato që u zotuat marrë përsipër. Bëjmë aktivitetin e dytë që është Kino Christmas në të njëjtën kohë tani. Përsëri bëjmë të njëjtën punë, ndajmë detyrat dhe shikojmë kush është i pari që do të bëjë diçka, kush e trajton me seriozitet, kush i qëndron deri në fund detyrës së tij. Ta të rinj që do të spikatin, ne i zgjedhim më pas që të jenë pjesë e komitetit organizativ. Dhe nga komiteti organizativ më pas, nëse një nga këta është viti i parë për shembull, vitin e dytë, ai që largohet që është maturant zvendçohet me njëherë. S'duket si për i lodhin burg. Jo si lodhin fare, se ne këtë e bëjmë pa e kuptuar ata. Domethënë kjo është në backstage, kjo është në prapaskenë, ata nuk tingje. Ata thjesht marrin detyrat, çfarë do bëj unë do pikturoj, ai vazhdon të pikturoj. Ai trajton me seriozitet, arri gjithkohën në stand apo pikturon 2 fëmijë te face painting për shembull dhe largohet dhe nuk vjen më. Nëse ai largohet nuk e ka me qef. Nëse ai largohet nuk është i prirur për atë. Ati mund t'i pëlqejë që të jetë antar i komitetit organizativ, por nëse do të jetë, do t'jap 100% e energjisë së tij.
Të paktën duhet bërë realitet ato që zbatohet për t'i bërë. Më përmendet Nehemia, di që aty ka dhe ambiente rekreative ku mund të argëtohen edhe besoj që nuk ju kanë munguar ndonjëherë përse për kësaj pjese, po në qytet e kanë fjalën. Po pra, tani ideja është kështu, si e zgjidhim ne, ishte pra një faktor që ndikon për shkak të mungesës së të rinjve, të përfshirjes së tyre në organizata rinore, të aktivizimit të tyre rinor, një nga ato është ky, që ata kanë nevojë të lartë për përkatësi, por nuk punojnë shumë. Shumica. Pra ne na duhet të bëjmë këtë punën në backstage me 2-3 aktivitete që të identifikojmë kush nga ata është i përshtatshëm për të qenë një nga koordinatorët tanë ose një antar i komitetit organizativ. Kjo është një arsye edhe faktor. Tjetër që ndikon të aktivizimi rinor, të mungesa e aktivizimit rinor, janë kushtet që u krijohen. Ajo që vere unë në këtë 2 vjeçar është që ka filluar një kulturë e kthimit të rinjve nga Tirana në fundjavë ose për festa. Nuk ndodh the kjo. Pra është shtuar numri të rinjve që vinë në fundjavë. Po se të qoftë prapa ta. Jo, patjetër, jo konsiderueshëm, nuk gëlon qyteti, ne patjetër që do dalim te shkaku më kryesor dhe i fundit, që është emigrimi. Po që ngradecin 16 dite. Po patjetër, kjo është tani problemin çfarë i ofron ti. Pra çfarë i ofrojmë të rinjve ne? Ka edhe një gjë. Të rinj nuk informohet, të rinj nuk përfshihen. Ne i kemi të rinj në qytet, që për shembull bëjmë kino Christmas dhe përfundojmë vetëm me antarët tanë. Ndërkohë ne ftojmë gjithë qytetin. Bëjmë njoftim te faqja e bashkisë, pra Bashkia Pogradeci e hedh posterin ton, bëjmë njoftim në medje. Çfarë më përshtypje? Edhe aktivitetet kulturore edhe artistike që zhvillohen në qytet. Në shumicën e rasteve, po. Ose janë shumë pak të rinj të cilët vinë me festa, po, ose në të punët mbushet me administratën e bashkisë funditës. E kuptoj. Tani problemi është që këtyre të rinjve do t'ju krijosh kushtet, një. Po se kemi dhe Korçën afër, po dhe Korça ndryshon në standard me Pogradecin. Duket sikur ata ka një përfshirje më. Po ka patjetër se ka filma, ka shfaqje teatrale, ka evente që janë më publike se tonat. Natyrisht edhe ne kemi tonat që s'konkurrohen kollaja, për shembull ku diu festa e verave dhe gështenjës, çelja e sezonit turistik, kemi evente ose festa e peshkut që u bë së fundmi, kështu që kemi evente tona, por Korça ka më të shpeshta dhe besoj patjetër që fondet mund të jenë më të mëdha. Mbështetja që ju jepet mund të jetë më e madhe. Nëse duam ta pjesa monetare. Po besoj, po nëse duam ta krahasojmë është kjo. Pra, krijimi i kushteve vjen bazë të hapësirës financiare, të mundësive që ti ke, të burimeve ekonomike, se nëse nuk i ke këto të fundit, mund duash të bësh shumë çka, por nuk e arrin. Unë do bëja një thirrje, se më ke ftuar dhe mosesht, do bëja një thirrje që në posterat e aktiviteteve që shpërndajmë, të jenë shumë vigjilent. Siç jemi ne vigjilent si Këshilli Rinor, ne hedhim çdo gjë që hedh bashkia, çdo gjë që hedh ku e diun shoqata hungruaja, çdo gjë që qarkullon nga mediat lokale, nga juve, pra jemi të kujdesshëm të bëjmë ripost, post sa herë që na prek në çështja rinore. Të bëjnë dhe ata të njëjtën. Pra nëse ne kemi një aktivitet dhe hedhim një poster, mjafton që bashkia të jetë vigjilente për ta hedhur. Në pjesën më të madhe të rasteve e ka bërë, po mund të bëjmë dhe më mirë se kaq. Sot shtata, televizioni lokal që ne kemi, ose mediat të tjera, po duhet të jenë shumë të ndërgjegjshëm që misioni i tyre është të shpërndajnë lajmin, të informojnë qytetarët, të shërbejnë komunitetit. Ne nuk jemi organizëm privat, ne jemi organizëm komunitar, publik, rinor, vullnetar, kështu që do ishte shumë mirë që dhe mediat na kishte në fokus. Kemi patur rastet kur media na ka patur në fokus, por natyrisht kundrejt pakesës. Kështu që do ishte shumë mirë që media të promovonte aktivitetet tona, se më kuptuar, nëse të gjithë aktorët bëhen bashk, pra kur ti nga shkolla gjen mirë kuptim 100%, që do të thotë si është marrëdhënia me shkollat? Shumë e mirë, për sa kohë zyra vendore arsimore Pogradec është në marrëdhënie të mira me ne. Që do të thotë shkollat mendoj që me këtë hierarki që respektojmë ne, pra që ne njoftojmë zyrën vendore arsimore para se të shkojmë në drejtoritë e shkollave, me këtë hierarki kemi funksionuar. Tani a ka patur raste, ka patur, për shembull rasti i fundit që kemi është me shkollën Gjergj Pekmezi, që kemi identifikuar që pati probleme për shpërndarjen e informacionit në masën që do donim ne dhe kjo u kuptua nga numri aplikimeve.
dhe rrjedhimisht dhe regjistrimet më të pakta nga ajo shkollë, po është një shkollë që ka traditë në Këshillin Verior Pogradec. Por drejtoresha është e re. Mendoj sapo vendosur në krye të punës, se kështu në moshë mund të jetë mosha jonë, si jemi më të rinj Armand. Por që dhe kemi caktuar, jemi bërë një shkresë zyrtare, presim një takim me drejtoreshën që të diskutojmë si mund ta përmirësojmë situatën. Bashkëpunimet me shkolla e kemi patur të mira, se ka dhe një gjë që kur ne i ftojmë në bashkëpunim, janë aktivitete që dhe shkollave ju interesojnë. Për shembull, Christmas Market Competition është një aktivitet që jep shkollës 300.000 lekë të vjetra për të blerë diçka për shkollën. Do të thonë në formën e? Në formën e një shpërblimi. Pra çfarë bëhet? 60 rinj morën pjesë me numër artistik, konkuruan në këto dy net. U zgjodhen i postuam në faqen tonë të Instagramit, personi që u zgjodh ishte nga shkolla Muharrem Çollaku. Tani shkolla si shkon çeku nga grupi artistik ose nga personi që fitoi, dhe ata blejnë diçka nevojë shkollës. Se kam fjalën që ne gjithmonë bëjmë aktivitete që dhe shkollës i interesojnë. Është më mirë të di se të kesh të thonë një fjalë, kështu që kur kanë kaq shumë mundësira për të aftësuar të rinjt për mos i mbajtur të mbyllur nëpërmjet asaj lidhjes së tmerrshme të telefonave. Edhe në mos din ta përdorin në të mirë, se çfarë s'bëhet, Në kuptoj. Ne marrëdhëniet kemi të mira, domethënë çdo vit kemi komunikim shkresor me shkollat, se takimet nuk janë të shpeshta me drejtorinë, ne komunikojmë me shkresa dhe pastaj kemi të rinj tanë në çdo shkollë, se çdo shkollë ka 5 përfaqësues Këshilli Rinor, merren të rinjt. Jo. Fati mirë është zyra arsimore në krah, se po mos ishte ajo, pastaj do ndodhte siç ndodh në zonat të qarkut. Të lumt. Dhe unë i di këto rastet që zyra vendore arsimore nuk e ka vullnetin për të kontribuar, nuk e ka vullnetin për të bashkëpunuar, e ke shumë të vështirë të realizosh një aktivitet. Është të mërshme. Besoj në Korç brenda. Kështu që janë raste që merremi me këtë punë, i dim, i njohim dhe persona. Është vërtet, po. Kështu që është për të përgëzuar. Unë e përshëndes profesor Soti Raq Mangërin, edhe e falenderoj për mbështetjen që na ka dhënë. Padyshim është diçka që duhet vlerësuar në këtë mes, por duke ditur që 2026 është në këmbë, kur i thonë një fjalë. Dhe tani direkt nga mimika, nga mimika, duket që planifikon shumë. Po, planifikon shumë jo në emrin e Dorianës, atë pjesë nuk do flasim sot, dalim për një ditë, por në emrin e Këshillit Rinor Pogradec, çfarë prisni dhe cilat janë sugjerimet tuaja që ose objektivat tuaja që prisni të realizoni në vitin kalendarik të ardhshëm? Ne bëm të rikonstituimi, deklaruam listën e aktiviteteve të vitit, prioritetet e 6 mujorit, ftesën për bashkëpunim nga institucionet, këto që i përmenda këtu ne i tham edhe në prezencë të drejtuesve të institucioneve, kërkuam mbështetjen e medias, të zyrës për informacion dhe media në bashki, të medias lokale, kërkuam mbështetje nga Qendra Multifunksionale Pogradec për shfaqjen që duam të realizojmë. Është një shfaqje, ne përpiqemi çdo vit të bëjmë një të tillë, për shembull me mbështetjen e qendrës qytetare këtë vit ne bëmë shfaqjen detyrat e shtëpisë. Ishte një diskutim surreal me Lazgushin, Mitrushin dhe nxënës klase, por që mbillnin dëshirën për leximin e librit, për vizitën, frekuentimin dhe studimin në bibliotekë, dhe risollëm në vëmendje in memorial edhe për kujtesën e mësueses Ndjera Nila Bazel. Ishte një shfaqje e shkurtër, por ishte një shfaqje shumë e ndjerë, emocionale. Ne do të bëjmë një shfaqje metrash të gjatë, sikurse kemi bërë me Gjergj Pekmezin para 2 vitesh, e pak. Rruga për shtëpi, do të bëjmë një tjetër që quhet Porta e qytetit tim. Kjo shfaqje është një shfaqje që trajton plagën e emigracionit, që është dhe faktori i tretë që ju thash tek arsyet për mos aktivizimin rinor. Dhe trajton emigracionin, plagën e emigracionit, pse të rinjt po largohen, cilat janë shkaqet që i shtyn ata, që nga shkaqet sociale, financiare deri te ato politike. Skenari është një skenar i guximshëm, por që i vërtet, dhe mendoj që të rinjt do ta përvetësojnë shumë shpejt se është një situatë që i prek ata, sikurse nxjerr në pa edhe atributet të qytetit, kulturën tonë në konstelacion, në pikturë,
në profesione të lira, pra shfaqja është gjithëpërfshirëse, po nxjerr në pa këtë plagën e shoqërisë që duan të largojnë me çdo kusht nga vendi i tyre. Dhe atë portën e qytetit ton e kalojnë ata që duan të ikin, ata që duan të vinë dhe e përgjojnë, e shohin ata që zgjedhin të rinë. Kështu që mendoj që do një Shpresoj shfaqje që mos kesh personazhe të cilat ironizojnë tek ata që duan të rinë. Jo, përkundrazi, po mos më lërë që ta zbuloj, se ndryshe ç'kuptim do ketë të kuptohet cili është qëndrimi kryesor që do mbajmë, po që më beso linja është të zgjedhim të qëndrojmë nëse mendojmë se janë mundësitë e duhura për të zhvilluar mëtej. Dhe natyrisht, ne prindrit na kanë rritur përveç ndjesisë së dashurisë për njëri tjetrin, por na kanë rritur dhe me atë dashuri. Të paktën në familjen time. Duhet atë dheu, duhet vendi të kontribojmë për ata. Unë mendoj që secili nga ne është momenti që duhet të zgjedhim të bëjmë gjën që dim të bëjmë më mirë, të kërkojmë patjetër me ngulm, siç e kërkon ti, që një guxim që nuk e kemi ne të tjerët, me ngulm për të marrë atë që meritojmë, për të dëgjuar dhe patjetër që së bashku më pas zera pro dhe zera kundër të punojmë me përkushtim që të zhvillohet vendi. Nëse nuk e bëjmë këtë, s'kemi për ta bërë. Unë kam qenë dikur drejtori nije në një drejtori që kisha 7 sektor në varësi, dy qendra ekonomike, dhe nuk bëra dot për rinin, nuk arrita dot të ruaj balancën për zhvilluar çdo sektor paralel. Si e shikon sot në krahasim me Ndryshe është. Dhe kam dhënë kontributin tim nga jashtë. Që do të thot pasi dola nga bashkia, dhash më shumë kontribut për të zhvilluar sektorin e rinisë se sa kur isha në bashki. Po çfarë ndalon një funksionar që ta bëjë këtë gjë nga brenda? Nga brenda në rastin tim ishte shumë e pamundur, kisha shumë sektor. Kisha kulturën, sportet, turizmin, OIF-t, rinin, domethënë ishin shumë sektor për të menaxhuar. Kisha 2 qendra ekonomike. Sot ka luks administrata. Për shembull, sot keni drejtorinë e rinisë, trashëgimisë kulturore dhe turizmit, që do të thotë me pak fjalë 2 sektor, nëse i grupon. Ka shumë punonjës. Nuk ka qendra ekonomike në varësi, pra që nuk të lodh me procedura administrative. Pra sot, unë ja kam thënë dhe drejtorit aktual, e përshëndes, Dedian Zeqollarin, i cili përpiqet pafund për sektorin e turizmit dhe shpresoj që një ditë dhe sektori i rinisë të trajtohet me të njëjtën peshë, seriozitet, përkushtim dhe sukses si turizmi, që duhet ta pranojmë që kemi patur një vëmendje institucionale shumë të mirë në këto vite ndaj turizmit, pavarësisht faktit që ju thoni për fondet edhe zhvillimi infrastrukturor është një çështje tjetër, po në kuptimin e politikave, lobimit është tjetër gjë, po do doja që dhe për rinin të ishte ai. Jo, absolutisht. Se mua më përcenon pjesën time që unë aktivizohem me rinin. Unë e vlerësoj edhe rolin e drejtuesit, patjetër që është një ndër drejtuesit me këmbë në tokë, megjithëse unë siç e them edhe nga herë, mos më ngacmo aty ku nuk duhet, sepse Bashkia e Progresit sot nuk e ka një strategji për turizm. Por kjo është një pikë që unë mbetet për ta diskutuar me pse ka një strategji për rinin, që do të thotë për ta ftosh drejtorin të mos hesht, mund t'ja bësh si pyetje. Pra pyetja e parë, ja i mbajmë shënim këto, për shembull, e dieti i pashi mbajtë shënim, po e kam fjalën për ata që na dëgjojnë. E mbajmë shënim. Mbajmë shënim këto dhe pyesim për shembull transparenca e implementimit të fondit për rinin, që pse të themi ne bllokohet, nuk përdoret, ne nuk e dim çfarë ndodh, ai mund na i thotë. Një është kjo. E dyta, si parashikohet menaxhimi i balancimit të sektorëve në atë drejtori. Kjo është shumë e rëndësishme për t'u kërkuar. Kjo që sapo tham pak më përpara, që patjetër që është e rëndësishme, do ishte një dhe unë nuk mendoj që janë detyra individuale, por mendoj që është vullnet i përgjithshëm i vetë institucionit i cili mungon në tërësi. Nuk e di nga se vjen, por të shpresojmë që viti i ardhshëm do të qartësoj mjegullën e institucionit. Mbase edhe për rinin, edhe për turizmin, edhe për më shumë vëmendje ndaj të rinjve, problematikave të cilat ata shprehin nëpërmjet organizmave, jashtë organizmave të tyre, apo dhe problematikat e përgjithshme që po mbulojnë sot rinjt. Po. Se sot kemi dhe një rini e cila po theret. Po ky është problem shumë i madh. Dhe ne kemi, domethënë, vazhdimisht unë e shoh si zgjedhje aktivizimi.
aktivizim me sport, aktivizim me kulturë, aktivizim në organizma si Këshilli Rinor Pogradec. Pra është një formë e domosdoshme që të largohesh nga ajo pjesa e deliktit, nga ajo pjesa e të menduarit në mënyrë kriminale. Shumë e vërtet kjo. Po për narrativin asaj që sapo thatë, që është ndarë në dy pjesë, e para që thatë është vullneti i përgjithshëm. Unë mendoj një ish drejtuesi i Uni Përbashkët kishte një shprehje dhe ai thosh nëse bebja nuk qan, nana nuk jep gjë. Kështu që vullneti i përgjithshëm mund Dhe të mos i mos kemi jetë. pak drejtuesit, sepse ai drejtues ka qenë në sektorin privat. Po, patjetër, po sektori privat duhet ta mësoj publikun. Sepse sektori privat është shumë i dhunshëm në konceptin pozitiv. Absolutisht. Për të arritur objektivat e tij, sepse nëse humbet, literalisht, pse nuk duhet ta shikojmë ne punonjësit në shtet të njëjtën? Nëse nuk i realizojmë objektivat e vitit, smërzitemi. Kush e tha këtë? Pse ne bëjmë buxhetim apo 3000 takime, që është shumë që e mirë, konsultime dhe të gjesa publike para se të buxhetohet. Po pas buxhetimit të raportet vjetore, unë e di që bëhet nga sektori i taksave, po pse s'bëhet nga çdo sektor? Nga çdo drejtori, kjo quhet transparencë, llogaridhënie. Ne këtë patjetër mund ta kërkojmë edhe në Këshill, po pse mos e bëj vetë administrata? Më kupton? Çdo drejtori delte, ndoshta edhe e bëjnë Armand, dhe ne s'kemi rastisur. Por që do ishte shumë bukur që ta bënin këtë. Të kishte një llogaridhënie, një raportim të llogaridhënie. Ka një element edhe një çështje pse quhen institucione publike, sepse veprimtaria e tyre është publike. Përderisa nuk e shohim ne, unë si gazetar, ti si aktivist, si pedagog, atëherë çfarë ndodh me dikë tjetër që nuk ka rrjete sociale me një kështu që o bëhet ose bëhet. Në këtë rast që flasim nuk bëhet, por gjithsesi ajo që më shqetëson më tepër është se pjesa më e madhe e aktiviteteve vijnë kryesisht fokusuar në zona urbane. Po, kjo ishte një çështje shumë interesante. Edhe kjo është një nga problematikat që unë e shoh shumë të shpesh për një arsye se ka fëmijë që janë jashtëzakonisht mrekullueshëm në gjithë shenjën e tyre, të edukuar me talente, me aftësi shumë herë më të mira se ne që jemi më pranë zonave urbane, por të cilët i disfavorizon fakti që janë larg. Shumë e vërtet kjo. Unë dëgjova në takimi që bën për rikonstituimin, kryetari i bashkisë mos gaboj, shprehu diçka, mos gaboj. Transport. Po, jo, tha një gjë akoma më të bukur, që të bëjmë aktivitete atje, t'ju shkojmë atje, pra, jo thjesht ju sigurojmë të vinë, se këtë e kërkuam ne si Këshilli Rinor Pogradec, ne meqense kemi shtuar 3 shkolla, 4, nga njësitë administrative, 4 shkolla, në Këshillin Rinor Pogradec, ne kërkuam që bashkia të paktën të na njohë shpenzimet e transportit. Edhe kryetari ishte pro kësaj. E kemi kërkuar dhe më herët, ka qenë nën menaxhimin e nënkryetares, nuk arritëm ta konkretizojmë, se është ai shtatë duhet të ketë vullnet, mendoj një nga arsyet. Po kryetari ishte shumë dakord dhe besoj do ta bëjmë këtë vit, po propozimi ishte shumë interesant, të shkojmë atje. Është shumë e bukur sepse për shembull ja edhe rasti që u përmend aty që u përmend aty në takim është rasti i hapësirave që ka këtu në Buxhimës. Për shembull te ambienti i kinemas mund të zhvillohen aktivitete, do ishte shumë bukur që ne të organizoheshim dhe të bënim nga një aktivitet në çdo njësi administrative. Po tani janë edhe shkollat të rekonstruktuara, kanë ambiente të mëdha, kështu që përdorim të shkollat, pse jo, ideale është. Është vetëm vullneti tashmë. Duhet të jetë dikush që ta bëjë. Gjithmonë është dikush, duhet të jetë dikush që të hedhë gurin Armand. Nuk funksionon ndryshe. Ndryshe ngelet diskutim. Duhet dalë një nga ne partizan ta bëjë. Për shembull, ku e diun, Kino Christmas e kemi ne. Po mirë. Vetë ta qarkullojmë. Pse nuk del dikush nga ata specialistët, me sa diun janë disa. Po ne ram dakord që në fillim bashk që Jo, ne ram dakord po as ka. Jo, ne ram dakord që në fillim bashk që patjetër specialistët janë për politikat rinore, ata që bëjmë aktivitetet jemi ne, por mund të na lehtësojnë në proces. Për shembull, mund t'ju kërkojnë ku e diun, na sigurojnë transportin, na sigurojnë ambientin, gjëra që na nevojiten, po duhet jemi ne ata që e bëjmë. Nuk mund të presim nga bashkia as të jetë zyrë pune, as të jetë generator aktivitetesh. Duhet të bëjmë ne si komunitet këto. I druani ndonjë organizate rinore e cila vjen si e pavarur, në thonjzat e pavarur, ndërkohë që ka prapaskenat e saj
që mund të jenë politike, në shumicën e rasteve mund të jenë për përfitime individuale të njërit apo të tjetrit. Po jo, nuk i Zakonisht ndodhin, dalin kërpudha të tilla pas shiut. po nuk i truhem. Unë e njoh situatën në qytetin tim, e di si funksionon dhe me organizatat jo fitimprurse, e di sa është numri real de jure dhe sa është numri de facto që bëjnë aktivitete, do më të jemi me sa gishtat e dorës, fondacione, që punojmë edhe shoqata, po jemi një numër shumë i madh i regjistruar, e di që disa prej tyre hapen në sajti një projekti, pezullohen derisa sigurojnë një projekt tjetër, ashtu sikurse të rinj deri dje organizoheshin për të mbushur sallat në për aktivitete të ndryshme ose për të realizuar një projekt, dhe sa mbaronte projekti i shpërbanin të rinjt. Është e vërtetë. Dhe ne për ta kuruar këtë plak kemi ardhur me Këshillin Rinorë Pogradec. Me shumë sfida. Megjithatë, nuk i druhem, Armand. Nuk i druhem se është një gjë që është e vullnetshme. Ajo që më merr akos mua është tjetër gjë, pra shqetësohem. Shqetësohem për të rinjt që mund të bien prej kësaj skeme. Pra sa to kisha unë mundësi, nuk do t'i lejoja të binin prej kësaj skeme. Sepse një organizëm që ka një agjendë të fshehtë nuk sjell asnjëherë dobi. Dhe nuk po them agjendë të fshehtë që do bëjnë dëm të madh, po thjesht që ka agjendë të fshehtë, që këtu s'mpëlqen. Pse s'duhet të jetë e hapur, transparente. Ne diskutojmë çdo gjë në Këshillin Rinor Pogradec. Ne vendimet i marrim grup. Ne votojmë. Ne i dim sa shpenzojmë. I llogarisim, i shikojmë. Domethënë e dim sa na veten një aktivitet, dim ku i marrim furnizimet, mbledhim faturat që ta llogarisim deri ku jemi. Më kupton, pra jemi shumë të hapur në gjërat që bëjmë. Pse duhet të ketë një agjendë të fshehtë? Kjo agjendë e fshehtë e vret rinin. Dhe mendoj që për shembull subjektet politike prap duhet japin kontributin e tyre këtu. Të jenë shumë të kujdesshëm. Nuk funksionon rinia nëse nuk kualifikohet, se nuk trajnohet. Të rinj do bien prej këtyre strukturave, për shembull për interes financiar. Apo jo. Do binin prej për interes financiar. Nëse dikush ju ofrohet me një honorar, ju bën një platformë që është tunduese për ata, do ta pranonin. Why not? Patjetër, do ta pranonin. Dhe pastaj do ishte shumë vonë për ta kuptuar gabimin, ose do t'ju kërkonin diçka që s'do ju pëlqente ta bënin, do ta bënin me zor. Për mua që këtu i ke thyer të rinjt. Ne po flasim në mikro, kemi edhe pak se 10 minuta për të mbyllur, por do të pyesim për sa i përket politikave në nivel qendror, të cilat impaktohen në komunitetin lokal. Qeveria shpeshherë duket sikur ka një qasje që thotë Shqipëria, thotë Tirana, kryeqyteti i rinisë, Shqipëria, vendi të rinjve. Pa jesh, Erman. Universitetet atje janë mbyllën. S'ka universitete në përrethë, apo jo? Në Korçë ju jeni lektor, atje dhe shikoni situatën që është pak e vështirë, apo jo? Jo, shumë, në fakt, nuk është pak. Shumë në thuati që atje. E ka humbur fokusi që ka 2013 edhe këtej. Për sa kohë universitetet u mbyllën, degët u mbyllën, ka shumë pak të tilla. Pra, është kuptuar qartë. I suporton qeveria të rinj në përrethës? Të rinj duhet i këtu dalim të prap të institucionet. Tani të ata specialistës që ti kërkon të na bëjnë aktivitete, unë ju kërkoj të bëjnë këtë punë. Do me thënë, kush jemi ne të dy, po ne jemi thjesht dy veta që nuk eshtim. Pra, ideja është që për mendimin tim më shumë se sa të bëjnë aktivitete, është të lobojnë, të bëjnë një strategji lokale rinore që nuk e kemi, se kemi vetëm një plan veprimi për rinin, po ai duhet të jetë funksion të një strategjie lokale. Jo çdo i ri në çdo qytet është njësoj ka të njëjtat interesa, se ndryshojnë kushtet rrethana dhe dinamizmi i atij qyteti. Absolutisht. Kështu që këta specialistë duhet që të lobojmë pranë agjencive kombëtare AKR-s, për shembull Agjencisë Kombëtare për Rinin, pranë Ministrisë për Rinin, të lobojmë për aktivitete, të ndërtojnë disa aktivitete tradit, të sjellin këtë buxhet, këtë grant, që më pas ky të ketë mundësi të konkurohet nga organizmat rinor për të bërë realitet. Bashkia ka përmirësuar infrastrukturën rinore me ambientin e teatrit, për shembull. Kjo është e vërtetë. Edhe është një hapësirë shumë e mirë, ose me hapjen te klubi shumë sportësh mos gaboj, me ekipet e reja. Shumë gjë e mirë është. Se nëse duan të largohen të rinj nga droga dhe nga situatat e rrugës, patjetër që angazhimi duhet të jetë artistik, kulturor, sportiv. Është fantastik. Pra nga kjo pjesë, bashkia ka bërë punën e saj. Problemi është që duhet
njësitë, sektorët, punonësit për rinin, që janë në bashki të lobojnë të agjensitë qendrore, pra duhet të shkruhen projekte, të krijohet një listë aktivitetesh, kërkohet mbështetje nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Agjencia Kombëtare e Rinisë, publikimet e fundit e kërkon nga vetë organizmat rinor këtë. Po unë mendoj që duhet të jenë specialistët në bashki që duhet të asistojnë të rinjt për të thithur projekte të tilla. Madje ne kemi dhe zyra e projekteve me BN që janë në çdo bashki. Jo në çdo bashki, më duket është pilotim në disa bashki, por ne e kemi një të tillë fatmirësisht, dhe është një staf i mirë, por që për shembull do ishte shumë bukur që fokusi i tyre në një pjesë konsiderueshme pse jo të jetë për rinin. Kështu mendoj që mund të kurohet situata aktivizimit rinor. Besoj që kjo është e gjithë kritika që mund thoshe për pjesën e jo e gjitha, disa nga për pjesën e mos funksionimit të institucioneve, por unë do të ndalem edhe pak tek Ligjesisht e pak keq interpretohet institucioni. Jo, do të ndalem më tej tek kritika që mund të kesh për prindrit të fëmijëve. Sepse mendoj që marrëdhënia ndërmjet institucioneve prindërve mund i impaktojë shumë veprimtarinë e të rinjve. Por nuk e kam ndjerë Arma. Domethënë, si ta them, mund të tregoj rastin e shkollës Amarotan. Ata e kanë këtë problem, pra shtresat vulnerabël kanë problem. Duhet prindrit të paraqiten në shkollë, shkolla t'ja u interpretoj siç duhet një aktivitet që ata t'i lejojnë të marrin pjesë në aktivitet, ose le të themi t'i nxitin ose mos i pengojnë. Sepse me të rinjtë e qytetit nuk e kemi asur këtë. Prindrit janë shumë bashkëpunues, janë të ndërgjegjshëm, ne kishim Christmas market që vazhdonte deri në orën 10 natës. Domethënë janë të ndërgjegjshëm, na besojnë, nuk shkaktojnë probleme nëse janë fëmijë derivon me ne të rinjt, në rastin konkret. Ka nga ata që vinë për shembull, e kupton, e monitorojnë, e shikojnë situatën. Po i kemi partner prindrit, i kemi bashkëpunëtor prindrit dhe unë për këtë jam krenar për Këshillin Rinor Pogradec po them. Pastaj për të tjerët nuk di ç'të them. A është fenomeni punësimit që dëmton këtë, nuk di ta them, se ka dhe familje që janë në nevojë financiare. Për shembull, në Ver, kushdo do të thonte që djali i tij ishte aktivist të kënaqë me bashkëmoshatarët, por ja që kur punon kamarier pak orë, ndoshta ndihmon situatën financiare konkrete. S'kemi që themi, se di si e mendon ti, se mund të kesh patur raste të tjera. Jo, pjesa e vetë familjarëve, pjesa e vetë prindërve, në disa raste unë e shoh si një problem shumë të madh, për shkak sepse ata nuk e kuptojnë peshën e aktivizmit të fëmijëve në shumicën e rasteve. Dhe duhet të them që në shumicën e rasteve paragjykojnë edhe aktivitetin që ata bëjnë. Dhe si të administrative, më faqet ndërpres, kemi patur kështu probleme. Për shembull, i kanë nisur, i kanë trequr. Domethënë, Eksakt, kjo është sa e kanë kuptuar që aktiviteti ishte me skenë, me të kënduar, kemi patur 2-3 raste që i kanë nisur dhe i kanë trequr, që është shumë gjë e keqe. Por s'kemi ç'bëjmë. Domethënë, duhet ndërgjegjësim në një shkallë të gjerë, se ma do mendja në raste të izoluara dhe personale, se s'kemi si i përgjegjësojmë. e kuptoj. Unë dua të ndalem tek pyetja e fundit, dhe si do ta përshkruaj me pak fjalë rinin e Pogradecit. E mpreht nëse e zgjon nga përgjumja, e gatshme nëse i mbjell motiv, e bukur se vetë Zoti na ka bekuar me natyrë të bukur, edhe e mirë, e dashur, bashkëpunuese, nëse i ke krijuar hapësirat për të qenë e tillë. Kështu e mendoj unë rinin në 6 vite aktivizim. Faleminderit shumë Dorian Leka. Faleminderit ju, ishte shumë kënaqësi. Unë ndihem mirë që të bëra komplimenta në fillim, se e di që gazetaria jote është e frikshme, prisja nga çdo moment në një pyetje shumë të rrezikshme, disa prej tyre patjetër që ishin thumbuese, por të përgëzoj. Unë të ndjek me kënaqësi shumë të madhe, edhe në lajmet që publikon, patjetër edhe me podcastin, edhe pse jo të kesh sukses në vijim. Gjërat zhvillohen dhe bën realitet kur nuk hesht Armand, po heshte. Të falenderoj shumë profesor Dori. Faleminderit. Që ishe sot me mua në studio për të diskutuar dhe për të folur
në mënyrë të lirë, siç fole, pa kursyer ndokënd, dhe është gjë e mirë kur ne fillojmë nuk kursejmë të tjerët, qofshin ata dhe njerëzit që i duam shumë. Kjo kur kjo impaktohet tek komuniteti, tek një rreth më i gjerë, tek vazhdimësia, sepse kur flasim për rinin, flasim për vazhdimin. Dhe nuk duhet që një qytet kaq i bukur sa Shpokredeci të shkretohet dhe të mbetet pa të rinj dhe pa aktivitete rinore. Dhe faleminderit në emër të gjithë atyre të rinjve, të cilët gjejnë një stre argëtimi, edukimi apo edhe bashkëpunimi dhe njohje networku mes njëri tjetrit, atje tek organizimet që ju bëni. Faleminderit shumë. Miq të podcastit Mosesh, në fakt ditën e sotme kishim të ftuar Dorian Lekan, aktivist për çështje rinore, pedagog dhe një ndër figurat më të njohura në qytetin e Shpokredecit për sa i përket çështjeve me impakt të lartë komunitar. Në fakt diskutuam me të mbi gjërat që shkojnë dhe nuk shkojnë në qytetin e Shpokredecit për sa i përket rinisë. Rinia është ajo që më së shumti sot duhet mbajtur ose duhet motivuar për qëndruar këtu dhe jo të mbahet me ligje të hekurta për mos u larguar nga vendi, ndihet nga ky vend i cili çdo ditë më shumë po shpopullohet, por fatmirësisht në qytetet të vogla kemi edhe rreze të vogla drite, të cilat japin tepër motivim, por krijojnë edhe një vend shumë më të përshtatshëm për të jetuar këtë të rinj, edhe një vend tepër komod për aktivizmin e tyre. Unë do t'ju le takim në podcastin e radhës, bashkë mirupafshim.